A keni menduar ndonjëherë se zgjidhja për njollat, rrudhat dhe ato shenjat e moshës mund të jetë fare pranë jush, pikërisht në kutinë e farmacisë në shtëpi? Sot do të flasim për fuqinë e jashtëzakonshme të aspirinës, por jo për ta pirë kur keni dhimbje koke, por për ta përdorur si një aleat të fuqishëm për lëkurën tuaj. Para se të filloj me përgatitjen e kësaj maske magjike, kam një kërkesë shumë të vogël për ju. Ju lutem shkruani tani në komente nga cili qytet apo nga cili shtet po na ndiqni. Kjo më ndihmon shumë mua që t'ju njoh më mirë, por mbi të gjitha, çdo koment i juaj bën që kjo video të shpërndahet sa më shumë dhe të ndihmojmë sa më shumë njerëz që duan të kujdesen për veten me kosto minimale. Tani le të ndalemi pak te shkenca, sepse dua që ju ta kuptoni pse kjo masë funksionon kaq mirë. Shumë nga ju mund të mos e dinë, por aspirina përmban një acid që është baza e shumë serumeve dhe kremave të shtrenjtë që shiten nëpër farmaci. Kur ne e përdorim aspirinën direkt në lëkurë, ajo largon qelizat e vdekura dhe shqetëson çdo inflamacion. Por përpara se të vazhdojmë, duhet t'ju jap një paralajmërim shumë të rëndësishëm. Kjo masë nuk rekomandohet absolutisht për personat që kanë alergji nga aspirina. Nëse nuk jeni të sigurt, provojeni pak në pjesën e brendshme të kyçit të dorës përpara se ta vendosni në fytyrë. Siguria juaj është gjëja më e rëndësishme për mua, ndaj ju lutem tregoni kujdes. Për ta përgatitur këtë masë që bën mrekulli, na duhen vetëm 4 aspirina. Marrim një gotë ose një thermose dhe shtypim tabletat derisa të kthehet në një pluhur shumë të imet. Ky është momenti kur duhet të keni pak durim, sepse sa më imet të jetë pluhuri, aq më mirë do të përthithet nga lëkura juaj. Pasi ta keni bërë pluhur, vendosini në një tas të vogël qelçi. Tani do shtoni pak pika ujë mbi pluhurin e aspirinës, sa për ta lagur pak, dhe do të shihni që ajo do të fillojë të tretet dhe të krijojë një pastë. Por sekreti nuk mbaron këtu. Për ta bërë këtë masë perfekte, ne do të shtojmë një lugë kos natyral. Pse na duhet kosi? Sepse kosi përmban acid laktik, i cili ka fuqinë për të zbardhur lëkurën dhe për të eliminuar njollat e diellit apo ato të moshës në mënyrë krejtësisht natyrale. Kombinimi i aspirinës me kosin është si një goditje 2 fisht kundër plakjes së lëkurës. Dhe si përbërës i fundit do të shtojmë një lugë mjalt natyral. Mjalti është ilaçi i zemrës sime kur vjen puna te bukuria. Ai jo vetëm që ushqen lëkurën, por shërben si një hidratues i fuqishëm që parandalon tharjen e tepërt, që mund ta shkaktojë acidi i aspirinës. Përziheni gjithçka mirë derisa të krijohet një masë homogjene. Ju lutem miqtë mi, nëse po ju pëlqen kjo recetë deri tani, bëni like kësaj videos dhe bëni subscribe në kanal nëse nuk na keni bërë akoma. Tani le të flasim për mënyrën se si duhet të aplikoni këtë maskë për të marrë rezultate maksimale. Kjo sasi që përgatitëm është e mjaftueshme për fytyrën, qafen dhe dekolten tuaj. Është shumë e rëndësishme që maska të vendoset gjithmonë në mbrëmje, pak para se të shkoni në shtrat. Pse në mbrëmje? Sepse acidet të bëjnë lëkurën tuaj më të ndjeshme ndaj rrezave të diellit, dhe ne nuk duam që të krijohen njolla të reja. Fytyra juaj duhet të jetë plotësisht e pastër, pa asnjë mbetje tualeti. Aplikojini maskën me lëvizje të lehta dhe lëreni të qëndrojë për rreth 20 deri në 30 minuta. Gjatë kësaj kohe mund të ndjeni një lloj freskie ose një pickim fare të lehtë, gjë që është plotësisht normale. Ndërsa prisni që maska të veprojë, dua t'ju kërkoj sërish të lini një koment më poshtë. A keni përdorur ndonjëherë maska shtëpiake më parë? Cili ka qenë receta juaj e preferuar? Komentet tuaja janë një mburim i madh informacioni edhe për ndjekësit e tjerë. Ndaj le të krijojmë këtu një komunitet ku ndihmojmë njëri tjetrin. Pasi të kenë kaluar 30 minuta, mos e lani fytyrën menjëherë me ujë të rrjedhshëm. Merrni një sfungjer kozmetik të pastër dhe me pak ujë fërkojini lëkurën me lëvizje rrethore, shumë të buta. Kjo do të bëjë një lloj masazhi dhe eksfolimi që do të largojë të gjithë papastërtitë nga poret tuaja. Pas kësaj shpërlajini fytyrën me ujë të bollshëm. Rezultati do t'ju lërë pa frymë. Do të vereni që lëkura juaj është menjëherë e shndritshme, më e butë si mëndafsh dhe shumë më elastike. Rekomandimi im është që këtë masë ta përdorni vetëm 2 deri në 3 herë në muaj. Nuk ka nevojë për më shumë, sepse është një trajtim i fuqishëm dhe lëkura ka nevojë për kohë që të rigjenerohet. Nëse keni njolla të theksuara, keni durim.
Bukuria nuk vjen brenda natës, por me konsistencë. Ju premtoj që pas përdorimit të dytë apo të tretë, miqtë tuaj do t'ju pyesin se çfarë trajtimi keni bërë në fytyrë që dukeni kaq të rinj dhe të freskët. Ndjekësit e mi, faleminderit nga zemra që qëndruat me mua deri në këtë moment të videos. Mbështetja juaj është gjithçka për mua. Ju lutem, nëse keni ndonjë pyetje ose nëse diçka nuk ishte e qartë, mos hezitoni të më pyesni në komente. Unë i lexoj të gjitha dhe do të jem shumë i lumtur t'ju përgjigjem secilit për jush. Provojeni këtë masë që sonte dhe do të mbeteni të mrekulluar. Mos harroni të bëni like dhe të bëni share këtë video, që të mbërrini çdo shtëpi shqiptare dhe të bëni subscribe për të mos humbur asnjë nga sekretet tona të ardhshme të bukurisë.